Kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë akuzat për korrupsion dhe përfshirje në afera të palishme, duke deklaruar se nuk është kumbari i Shqipërisë, siç pretendojnë protestuesit që prej javësh kërkojnë dorëheqjen e tij. Në një intervistë për Financial Times, Rama reagoi ndaj protestave të njohura si Revolucioni i Flamingove, të cilat u nxitën nga kundërshtimi ndaj projektit turistik prej 4 miliard dollarësh të Jared Kushner dhe Ivanka Trump në një zonë pranë një rezervati natyror. Nuk është detyra ime të provoj se nuk jam kumbari, është detyra e tyre të provojnë se jam, u shpreh Rama duke mohuar çdo lidhje me akuzat për korrupsion. Kryeministri mbrojti projektin e investimit duke theksuar se ai është një mundësi historike për zhvillimin ekonomik të vendit dhe se investitorët nuk kanë lidhje me aktivitetin kriminal apo pastrim parash. Ai mohoi gjithashtu pretendimet se ekonomia shqiptare mbështetet në pastrimin e parave, duke pranuar se fenomeni ekziston, por duke theksuar se nuk përbën bazën e ekonomisë së vendit. Kryeministri theksoi se qeveria e tij ka fuqizuar institucionet e drejtësisë për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke argumentuar se shtimi i hetimeve nuk do të thotë se korrupsioni është rritur, por se ai po goditet më fort se kurrë më parë. Ai hodhi poshtë te pretendimet se projekti turistik duhet të ndalet, duke deklaruar se investimi do të vijojë pavarësisht protestave dhe sipas tij, kundërshtimet lidhen më shumë me figurën e presidentit amerikan Donald Trump sesa me vetë projektin.